Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Faleminderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut të madhëruar. Kërkojmë ndihmë dhe falje prej Tij. Përshëndesim Muhammedin alayhis salam. Paqja e Allahut qoftë mbi të. Në Kur'an gjenden shumë ajete të cilat flasin për vlerën dhe rolin e gruas në shoqëri, familje dhe besim. Në një ajet kuranor, Allahu i madhëruar thotë: Unë nuk do t'ja humb shpërblimin asnjë punëtori prej jush, qoftë mashkull apo femër. Ju jeni njëri prej tjetrit. Islami, gjinisë femërore, ja ka hapur të gjitha rrugët e suksesit. Atë mund ta gjejmë si një vajzë të sjellshme, nën edukatore, bashkëshorte ideale, anvise, arkitekte e të tjerë. Gruaja ka rol shumë të rëndësishëm në familje. Ajo është zemra e familjes. Një familje e shëndosh është një shoqëri e shëndosh. Andaj, gruaja është ajo që rrit dhe edukon breza të rinj. Ajo mbjell norma fetare dhe vlera etike në familjen e saj. Duke marrë parasysh se edukimi i fëmijëve është një ndër obligimet e një gruaje, ajo me ndërgjegje ja jep hakun edukimit të fëmijëve të saj. Dhe me këtë, ajo mund të sigurojë vepra të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Sidomos në ditët e sotme të teknologjisë dhe të internetit, prindërit duhet të kenë shumë kujdes ndaj fëmijëve të tyre dhe të mundohen t'i këshillojnë ato për ideale të larta. Gruaja muslimane i edukon fëmijët e saj mbi parime morale islame, të cilët janë dituria, besimi, adhurimi, respektimi të ndaluarës dhe të lejuarës, thirrja në të mirën dhe të ndaluarit nga e keqja, shëmbëltyra e Muhammedit alayhis salam, përpjekja në kryerjen e veprave të mira. Nëse gruaja arrin t'i përcjell këto baza morale tek familja e saj, ajo mund të fitojë të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Kur nëna edukon fëmijët e saj, të gjitha veprat e fëmijëve të saj do të jenë në regjistrin e veprave të saj. Dhe nëse fëmijët e saj i edukojnë fëmijët e tyre po me të njëjtin edukim, edhe veprat e mbesave dhe nipërve të saj do të jenë në regjistrin e veprave të saj. Në një ajet kuranor, Allahu i madhëruar thotë: Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij një jetë të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. Gruaja muslimane duhet të jetë modeste, duhet të ketë moral të pastër dhe sjellje të ndershme. Ajo duhet të jetë një shembull i mirë për shoqërinë. Në historinë islame, kemi shumë gra të guximshme të cilët kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për islamin dhe shoqërinë. Këtu mund të flasim për gruan e profetit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha. Ajo ka luajtur një rol të madh në përhapjen e islamit. Ajo ishte një nismëtare shumë e rëndësishme e ndryshimit të grave në shoqëri. Ajo ishte një studiuese dhe një dietare. Sipas fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo ishte gjysma e fesë. Sahabët thoshnin për të se: ne nuk kemi parë askënd që e di jurisprudencën më mirë se Aisha radiallahu anha. Pasi ndëroi jetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha për 47 vite me radhë u kthye në autoritetin e fetvave dhe në udhërrëfyesen e besimtarëve. Si Aisha, ishte edhe Ummu Seleme dhe shumë gra të tjera të cilat luajtën një rol shumë të madh në përhapjen e islamit. Nga ana tjetër, profeti inkurajonte që vajzat të edukohenin dhe që të merrenin me artin, tregtinë, prodhimin e ilaçeve, përpunimin e lëkurës, mësimin e shkrim-leximit e zanate të tjera. Allahu Gjellëshanuhu e nderoi të gjithë gjininë femërore përmes Merjemes radiallahu anha,
nënës së Isait a.s. kur e emëroi një nga kaptinat e Kur'anit, kaptina Merjem, dhe një kaptin tjetër, kaptina En-Nisa apo kaptina e grave. E kjo edhe më i shton dhe ngrit pozitën dhe vlerën e femrave në shoqëri. Gjithmonë duke i respektuar fjalët e Allahut dhe thënjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Xheneti është nën këmbët e nënës." Nëse dëshirojmë të arrijmë kënaqësinë e Allahut dhe të fitojmë shpërblimet e Tij, mos të menjanojmë asnjë lloj kontributi të cilën mund ta japim për të qenë në dobinë e shoqërisë tonë. Lusë Allahun të na bëj baresha të kujdesshme ndaj obligimeve tona, të ndikojmë në të mirën e shoqërisë sonë. Lusë Allahun të udhëzoj shoqërinë tonë në të drejtën, të na shtoj iman e dituri, e të bëj shoqërinë tonë me vlera të larta morale. Amin.